Përshëndetje, nuk do ta besoni se sa shpejt përgatitet ky vak tani në verë. Vendosim një tigan në zjarr, hedhim një lugë vaj dhe një lugë gjallë dhe shtojmë 300 gram fileto pule të prera në kuba. Me anën e një lugë druri, do t'i përziejmë vazhdimisht derisa filetot të skuqen tamam. Pasi filetot janë skuqur dhe kanë marrë këtë ngjyrë, do shtojmë në tigan një kokër qep të grirë dhe një thelb udhër. Do t'i përziejmë vazhdimisht që të skuqen së bashku qepa dhe filetot e pulës akoma. Në tigan do të shtoj dhe 100 gram kërpudha të konservuara. Kërpudhat janë gati të prera në feta dhe do vazhdoj t'i kaurdis së bashku. Do shtojmë erza sipas dëshirës, unë kam shtuar piper të zi, piper të kuq dhe kurkuma. Do vazhdojmë t'i përziejmë akoma që të skuqen dhe ndërkohë do fillojmë të përgatisim salcën që do ta hedhim tek filetot. Në një tigan ose tenxhere, si të dëshironi, mund të jithni 2 lugë gjallë dhe 2 lugë miell gruri. Do vazhdojmë t'i përziejmë me anë të një lugë druri derisa mielli të marrë një ngjyrë të bukur të artë. Pasi mielli të jetë pjekur dhe të jetë gati, do shtojmë në të erza sipas dëshirës dhe 2 gota e gjysmë qumësh do t'i hedhim një pas një, jo të gjitha njëresh. Do ta përziejmë vazhdimisht që masa të na bëhet kremoze dhe mos të lejojmë që mielli të krijojë kokra të vogla. Do ta përziejmë derisa masa të fillojë të trashet dhe të na formojë kremin që ne dëshirojmë. Filetot e pulës tani janë gati, kanë marrë këtë ngjyrën e artë të bukur. Edhe kremi tani është trashur dhe ka marrë masën e duhur. Do ta shtojmë sipër filetove të pulës. Do t'i përziejmë së bashku dhe do t'i lëmë që të trashen tamam. Siç e patë, është një recetë që përgatitet shumë shpejt dhe është një vakt i mirë për tani në verë. Mund ta shoqëroni me çfarë të doni, me makarona, oriz ose patate të zjera. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Mos harroni të bëni like, lini komente rreth gatimeve të mia dhe bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim. Dëgjohemi në video të tjera.